Ndahet nga jeta në moshën 96 vjeçare ish deputeti i Partisë Demokratike në 2 legjislatura Tomor Dosti. Ishte edhe nën kryetari i Partisë Demokratike në vitet e para. U zgjodh deputet në 2 legjislatura 1991-1996, ndërsa më 1998 u tërhoq nga politika aktive. Ish ligjvënsi i njihej për vuajtjet e tij në kohën e diktaturës. U dënua në vitin 1953 me 25 vjet heqje lirie. Burgu në vuajti në burrel mes personaliteteve të Shqipërisë. Pas burgut kaloi kalvarin e internimit familjarisht. Ai lindi në Gjirokastër në vitin 1930, i biri ish ministrit Hasan Dosti. Pas arratisjes së babait dhe vëllait, ai me vëllezërit dhe motrat, pasi të ëmën ja pushkatuan gjermanët ditën e largimit nga Tirana, u persekutuan. U arrestua më 1953 dhe u dënua për tentativë arratisjeje. Më 1991 i bashkohet Partisë Demokratike duke vënë në dispozicion të saj kredibilitetin politike familjar në jugun e Shqipërisë, duke krijuar me Pjetër Arbnorin, Leka Totën, Uran Butkën, Ajet Rusin dhe të vëllain Lekën, lëvizjen politike demokrate. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.